kjo? Po duket që do të jetë shumë shkurt se do të jetë i njëjti kandidat edhe qëndrimi i opozicës ka qenë që të ndrohet kandidati që t'i japim zgjidhje. Megjithatë kjo i takon shumicës tash, çka do të ofron. Bek Berisha herën e kaluar ka thonë që ai e kishte votuar dhe fitore Pacollin edhe të tjerë për mos me ambulu problematika që i ka qeveria Kurti. A keni diskutuar në parti këto? Jo, nuk e kemi diskutuar, po megjithatë ne kemi thonë që jemi të gatshëm i dhon zgjidhje në rast se do të jenë dy emra të tjerë të majorancës. Po sido që të jetë i takon majorancës që të jep një zgjidhje. Se duket që kështu do të shkon deri në pafundësi, më mirë do të ishte më ulë, me biseduar dhe me dhënë një zgjidhje. Ne kemi thonë që edhe presidentja duhet me i ftuar, me biseduar dhe me gjetë një zgjidhje. Po do të jeni të gatshëm që të shkoni në një takim nëse ftohet nga presidentja. Tash kjo situatë çfarë është krijuar do të ishte shumë e udhës që presidentja të fton partitë parlamentare, aty të gjinet një zgjidhje dhe mbrana seancës të japet një drejtim për shkak se edhe kjo formë qysh po ndodh nuk është fort si për jep imazh të mirë edhe kuvendit. Shihet që gjithë deputetët janë në depresion për shkak se nuk ka atmosferë pune. Edhe më mirë do të ishte me dhënë një drejtim se jo kështu në këtë formë çfarë po ndodh. Nga presidenca kanë thënë që nuk është kërkuar nga partitë politike. A mund të kërkoni ju si AK sa e keni në plan? Ne po e kërkojmë vazhdimisht edhe publikisht në çdo tavolinë ku jemi ose në çdo situatë çfarë ndodhemi në publik, po thojmë që duhet të japim një drejtim. Edhe jemi për me dhënë drejtim për shkak se nuk shkon deri në pavëndësi në këtë formë. Zoti Haradinaj, nëse ju fton lëvizja vetëvendosje në një takim, a do e pranoni si AK? Nuk është roli i lëvizjes vetëvendosje për shkak se ka pas mundësinë dhe deri sot duket që nuk e kanë atë qëllim për me gjetë një zgjidhje, se nuk kanë ftuar pothuajse asnjë subjekt parlamentar. Më herët ishte ftuar LDK-ja, por ju e keni parë që tendenca u kon nëpërmes minoriteteve jo serbe me bë këtë majorancë. Edhe siç duket nuk e kanë krijuar dhe tash janë në këtë formë çfarë janë. Edhe nominimi i Albolenës duket që nuk ka qenë shumë i qëllimshëm për me bë zgjidhje, por më shumë vetëm ad hoc sa për me hinë këtë farë blokade. A do të konjufca i pranueshëm? Si opozitë dikush nuk I keni numër për nënkretar të kuvendit, pra sa ata nuk jo caktojnë kë do ta propozoni ju si nënkretar të kuvendit. Prandaj po kërkojnë votën e juaj edhe për kryetar të kuvendit. Do ta shohim për shkak se nënkretar do të kenë të gjitha partitë parlamentare përjashtë aleancën, nënkretar kanë të gjitha partitë parlamentare dhe që I vjen që të gjithë kanë majorancë. Faleminderit. Të shohim tash, nuk po folim për emra, po jemi për me zgjidhje. Sa më shpejt që është të mundë, shmes se është pa kuptim çfarë situate jemi. Faleminderit shumë.